تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin Allah të fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. E lusim Allahun dhul xhelal na jep dije të dobishme e cila na afron tek ai dhe dije e cila na largon nga zjarri i xhehenemit. Javën e kaluar kemi fol rreth bidatit, edhe kjo javë dhe java e ardhshme inshallah ka të bëjë me disa rregulla që kanë të bëjnë me bidatin. Kësaj teme duhet t'i kushtojmë rëndësi të madhe për faktin se çdo ditë ballafaqohemi me gjërat e tilla. Atëherë me qenë se bidati është humbje dhe devijim, duhet të jemi syçel që mos ta veprojmë e për mos me vepru duhet me mësu. Nga se përmes dijes njeriu e largon ignorancën nga vetja vet dhe nga të tjerët. Ibadetet apo adhurimet të cilat ja kushtojmë Allahut subhanahu wa taala janë të përcaktuara nga shkaku, lloji, sasia, forma dhe vendi i tyre. Andaj besimtarëve nuk ju lejohet mi ndryshu kohët e namazeve, as llojet e tyre, as numrin e recateve dhe as formën e tyre. Ne si besimtar tavafin e bëjmë rreth Çabës dhe nuk e bëjmë tavafin rreth varrezave dhe as në Çerbela, nga se është ibadet që Allahu dhul xhelal e ka caktuar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë thot Allahu dhul xhelal? Wal yatawafu bil baytil atiq. Dhe ata le të bëjnë tavaf rreth shtëpisë së lashtë, rreth Çabës. Pra tavafi në vendet e tjera nuk lejohet, se është ibadet që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Ramazani ka sa ditë? 30 ose 29 ditë. Kaç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ne si besimtar as nuk i paksojmë këto ditë dhe as nuk i shtojmë. Gjithashtu itikafin e bëjmë në xhami. Nuk e bëjmë në shtëpitë tona, as në shpella, mirë po, e bëjmë itikafin, izolohemi për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala në 10 e fundit të muajit Ramazan në shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala. Kurbanin e bëjmë nga kafshët të cilat janë të përcaktuara sheriatikisht, nga bagëtitë e imta dhe të trasha. Nuk bëjmë kurban ndonjë xhel apo ndonjë pul. A bëjmë kurban? Nuk bëjmë kurban. Nga se këto gjana janë të përcaktuara në sheriatin tonë. Gjithashtu e kemi caktuar edhe nisabin, atë përqindjen e zekatit. Sa duhet me dhënë zekat për pasuritë tona. Kështu që as nuk e paksojmë dhe as nuk e shtojmë. Nëse ndryshojmë diçka nga këto gjana, nuk i bëjmë sipas formës, kohës dhe asaj që ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë bijem në bidat. Për shembull, mishi i xhelit është halal, nëse e prejmë ashtu siç duhet. Mirë po, a bën për kurban, nuk bën për kurban. Kështu që për kurban domethënë i kemi kafshët që i ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ti përmendim disa rregulla që kanë të bëjnë me bidatin, kështu që na mundsoj Allah t'i kuptojmë dhe të ruhemi nga bidati ky devijim i cili i çon njerëzit në zjarrin e xhehenemit. Rregulla e parë thotë kështu: adhurimet pranohen dhe veprohen vetëm atëherë kur për to dëshmon argumenti. Përndryshe nuk lejohet mi zbatu ato. Ndërsa zakonet, adetet e njerëzve braktisen vetëm atëherë kur e kundërshtojnë sheriatin. Përndryshe lejohet zbatimi i tyre. A është e qartë? Pra Allahun adhurojmë me argument dhe largohemi nga adetet e njerëzve atëherë kur bine kundërshtim me sheriatin. Përndryshe adetet, zakonet janë të lejuara. Mirë po nëse kundërshtojnë fenë Allahut subhanahu wa taala, atëherë nuk i zbatojmë. Tazojmë është një adet i caktuar ku njerëzit i bëjnë mëkat Allahut. E kanë një ditë caktuar me verza taku e diçka,
Atëherë i themi jo, kjo është adet i joni, mirë po ne nuk e praktikojmë se bjerë në kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pra veprimet e njerëzve nda në ibadete, përmes të cilave besimtarët afrohen tek Allahu subhanahu wa taala, dhe adete apo zakone që njerëzit i realizojnë për me ndërtu marrëdhënie ndërmjet tyre. Adhurimet, cilat ja kushtojmë Allahu subhanahu wa taala, do të jenë të bazuara në Kur'an dhe në Sunet. Përndryshe, nëse adhurimet nuk janë të bazuara në Kur'an dhe në Sunet, refuzohen. E kemi marrë edhe më herët, javën e kaluar, hadithin ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Kush shpik në fen ton diçka që s'është prej saj, i refuzohet. Dhe hadithi tjetër, "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd." Kush vepron në fen ton diçka që nuk është prej saj, atëherë i refuzohet. Pra nuk lejohet as shpika e bidatit dhe as zbatimi i një adhurimi pa argument. Vllazni, teksa jemi në këto mezhliset e dijes, do të pas parasysh se jemi duke adhuru Allahun subhanahu wa taala. Andaj ashtu siç kemi dëshirë edhe namazi jon, edhe leximi i Kuranit të jetë në formën më të mirë, të mundohemi që edhe këto mezhlise të jenë në formën më të mirë. Nga se, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk të bëhet një grup njerëzish, besimtarësh, në një prej shtëpieve të Allahut, dhe kjo është shtëpia e Allahut, duke lexuar Kur'anin, duke studiuar mes vete, këtu janë edhe dituria fetare, vetëse atë vend, atë xhami e ka plën mëshira e Allahut, zbret qetësia e tij, Allahu i përmend tek melekët e tij e kështu me radhë. Andaj ti kemi parasysh këto kuptime, mbase qëndrimi ynë në kuvendet e dijes do të jetë ndryshe. Dietarët kanë thënë, në parim adhurimet janë të natyrës tauqifie. Pra janë të atilla që duhet munalti dhe mu bazu në Kur'an dhe Sunet. S'ka do më thonë dikush prej menës vet me qitë një ibadet apo një adhurim. Mirë po du të mu bazu në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabiu i nderuar, shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam, Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu thot: Çdo ibadet të cilin nuk e kanë vepruar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos e veproni as ju. Tani ti përmendim disa argumente të cilat tregojnë se ibadetet duhet të praktikohen në përputhje me traditën profetike, në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se i përket namazit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Faluni ashtu siç më keni parë mua duke u falur. Tani dikush prej nesh falet duke i ngrit duart. Dhe dikush thot, pse po falesh në këtë formë? Ja tregon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, ja ke pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ti më thuaj faleni ashtu siç më keni parë mua duke u falur. Thuja ti, po ti a ke pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që po falesh në këtë formën tënde? Pra jo. Atëherë kthehemi tek hadithet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siç i kanë transmetuar sahabët, tabiinët, gjenerat pas gjenerate, dhe adhurojmë Allahun në formën më të mirë dhe me argumentet më të sakta. Pra, faluni ashtu siç më keni parë mua duke u falur. Ndërsa gjatë kryes së haxhit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thënë muslimanëve: "Khudhu anni manasikakum." Merrni, mësoni nga unë ritualet e haxhit. Dhe më thonë, nuk ka mundësi ti më adhuru Allahun duke bo haxhillok, që ta merr mendja ty. Tavafin që bajmë? Fillojmë nga guri zi dhe sillemi kështu. Tash me thonë, jo, pe baj tavafin ka ona e kundërt. Ose pe baj 14 xhiro. Jo. Çdo sen është përcaktuar. Për atë arsye, s'ki mundësi ti më adhuru Allahun subhanahu wa taala pa hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë duhet ta ngulitim në kokët tona dhe duhet i themi grupeve të devijuara se nuk mjafton Kur'ani pa sunetin. Ka zënë ti kam janis ç'më bota vafin. Allah ka thënë me bota vaf.
sa me bota vaf, qysh e tek. E sheni dhe më thonë, feja do të ishte, nëse mund të quajmë ashtu, e mangët për me kuptu pa sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me sunet dhe me Kur'an, atëherë kompletohet feja Allahu dhul xhelal dhe adhurojmë Allahun ashtu siç duhet. Omer radiallahu anhu e ka puth gurin e zi në Qabe. Çka ka thonë? Ka thonë Omeri, pasha Allahun, unë po të puthi, por e di se ti e gur që nuk ban as dam as dobi. A mo mos ta kisha pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke të puth, kus kisha puth. Pra e ka pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se e ka pa pejgamberin të puth edhe ky pe puth. Po ashtu se i përket asaj ecjes, si është pak e shpejt mes ecjes dhe jo vrapimit, po ramël quhet. Omeri radiallahu anhu çka ka thonë? Ky veprim është cilin e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëshiroj domethënë edhe unë me vepru edhe mos me praktis. 3 xhirot e para të tavafit rreth Qabës. Pra duhet me nxitu nga pak. Një person u kanë pran Ibn Omerit, ka të shtit edhe ka thonë elhamdulillahi ala kulli hal. Ibn Omeri ka thonë edhe unë mund të them elhamdulillahi ala kulli hal. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka mësu me thonë kështu kur të shtitim. Mirë po ka thonë, na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thonë elhamdulillahi, më falni, ky person ka thonë elhamdulillahi wassalamu ala rasulillah. Falënderimi takon Allahut dhe selami qoftë mbi të dërguarin e Allahut. Elhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kështu ka thonë ky person. Ibn Omeri ka thonë, ne duhet të themi ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E thot pejgamberi na ka mësuar sallallahu alaihi wasallam me thonë elhamdulillahi ala kulli hal. Falënderimi takon Allahut, çdo lavdërim takon Allahut për çdo gjendje. Hadithin e transmeton Tirmidhiu. Pra edhe në shprehje, qofshin të vogla, shkurta, duhet me adhuru Allahun ashtu siç është përmend tekstualisht në hadithe. Rabi' ibn Khuthejmi gjatë të shahudit namazit e ka shtu wa barakatuhu. Pra pas fjalës wa barakatuhu e ka shtu wa maghfiratuhu. Alqama, nxënësi Abdullah ibn Mesudit, kur e ka dëgju këtë shtojt nga ana e tij, i ka thonë ne ndalemi ashtu siç na ka mësuar, siç na kanë mësuar domethënë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë pa bo asnjë shtojt. Themi assalamu alayka ayuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ky ka shtu wa maghfiratuhu. Pra ndalemi wa barakatuhu. Kështu kanë qenë pra të parët tanë, as nuk kanë shtu ibadete, as nuk kanë mangësu. Ndërsa veprimet e tjera, jashtë ibadeteve të cilat janë të lejuara apo mubah, atër ban njeri do më thonë me qitë shpikjen to, për deri sa nuk binë në kundërshtim me fejnë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Rregulla e dytë thotë se në fe nuk ka bidatet të mira. Të gjitha bidatet janë humbje dhe devijim. Ka morët këtë rregull. E morëm nga më i mirë i njerëzimit, më i dituri i njerëzimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë, iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Kini kujdes nga shpikjet në fe, nga se çdo bidat është humbje, çdo bidat është humbje dhe devijim. Po ashtu, Abdullah ibn Omeri ka thonë, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Çdo bidat është humbje, edhe nëse njerëzit e shohin për të mirë. Ndërsa Abdullah ibn Mesudi ka thonë, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalala. Ka thonë, pasoni, do më thonë pejgamberin dhe sahabët, dhe mos bani bidate, nga se
ju mjafton pasimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe çdo bidat ka thonë është humbje. A pesheni domethënë fjala e kujt? Fjala e Ibn Omerit edhe Ibn Mesudit e njëjtë gati si fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Në çast shkollën e eduku. E kush del prej shkollës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush del prej shkollës së sahabëve, ka më ardhur me definicione të tjera, me kufizimet e tjera dhe gjithsesi se ka me gabu. Rregulla e tretë, të gjitha bidatet janë të ndaluara në mënyrë të prerë. Nuk ka bidat të papëlqyeshme, më thonë ai bidat me kruh. Jo. Të gjitha bidatet janë të ndaluara, të cilat nuk ban besimtari mi vepru. Bidati mund të filloj i vogël, mirë po, e tërheq pas bidatin tjetër, kështu që njeriu pastaj mund të bëjë bidate të cilat lehet që janë mëkat, po mund të jenë edhe kufër edhe shirk që e nxjerrin njeriu nga feja. Ebu Bekri e ka pa një grua duke e krye haxhin, mirë po ka hesht edhe nuk ka fol. Pe kryen haxhin nuk po fol hiç. Ka pyet çka puna kësaj gruas kështu, i kanë treguar që ka bën një jetë çështu me kry haxhin pa fol. Çka ka thonë? Foli ka thonë se ky veprim nuk lejohet. Ky veprim është nga tradita e xahilietit, kohës së ignorancës. Pra, mos hajde me xhana që ta mërveni aty se pa adhurojshtin këtë formë Allahun më mirë se sa besimtarët e tjerë. Jo. E kryen haxhin edhe ban muhabet. Po edhe agjeron edhe ban muhabet, lexon Kur'an. Jo më agjëru po du më agjëru edhe duke mos hangër edhe mos pi, po edhe s'du me fol hiç. Jo, bish në bidat. Nëse s'ki argument për një veprim të tillë, bish në bidat. Siç ka rënë domethënë bidat kjo grua. Rregulla e katërt thot pak me vepru sipas sunetit është më mirë se sa me vepru shumë sipas bidatit. Pak sipas sunetit është më mirë se sa me qenë i zellshëm në bidate. Nga se ata që e ban ti, kjo është fjala e Ibn Mesudit, e transmeton Imam Darimiu. Pra atë vepër që e ban sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo vepër të pranohet dhe është e dashur për Allahun subhanahu wa taala. Mirë po veprat e tjera që i ban me bidate me kësigjana, atëherë ato nuk janë të pranuara dhe kot je lodh, se si pranon Allahu subhanahu wa taala. Njëri prej dietarëve të tabiinëve, Ibn Musayyibi, e ka pa një person që ka falë ma shumë se 2 rekate para namazit farz të sabahut. Ma shumë ka dash ma adhuru Allah me namaz. I ka thonë Ibn Musayyibi që mos me vepru diçka të tillë dhe ka ndalu nga ky veprim. Ky ka thonë, Allah po më dënoj ka mu pse po fali namaza? Ka thonë, jo, Allah nuk të dënon pse po fal namaz. Mirë po, mbase Allah të dënon për shkak se e ke kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se suneti i sabahit është mi fal 2 recate. Bile 2 recate të sabahit janë më të mira se kjo dunjana dhe çfarë ka në të. Andaj s'ka nevojë ti mi shtu edhe 2 tjera apo edhe 2 tjera me të bë 6. I adhuron Allahun edhe në formë, edhe në numër, edhe në kohë me ato ibadetet të cilat janë të përcaktuara sheriatikisht. Një person e ka pyet Imam Malikun ku me bën niyetin për haxh. Ky ka thënë domethënë Imam Maliku në Medinë. Ku me bën niyetin për haxh? I ka thënë e bash niyetin që aty ku ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Dhul Hulejfa. Ka thënë po du me bën niyetin prej varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej xhamistina. Ky ka thënë mos e bani gjë të tillë, nga se kam frikë se mundet me të godit ndonjë fitnë, ndonjë sprov. Nga se ti po vish me diçka që po dush mi parapri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një vepër gjëra se më të mira pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk i ka bën. Dhe ja ka lexuar ajetin falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim.
le të kenë frikë ata të cilët e kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se mund t'i godas ndonjë sprov, ndonjë fitnë, apo mund t'i godas ndonjë dënim i dhëmshëm. E shihni sa preciz kanë qenë edhe imamët e Islamit. S'kan dashur as shtesa, as paksime në ibadetet që ja kushtojmë Allahut subhanahu wa taala. Rregulla e 5 thot, qëllimi i mirë, niyeti i mirë nuk e bën bidatin vepër të mirë. Pra nuk mjafton mu ka niyeti i mirë nëse rruga nuk është e mirë. Nga se qëllimi nuk e justifikon mjetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el-a'malu innamal a'malu binniyat. Me të vërtetë veprat shpërblehen sipas qëllimeve. Kjo hadith bën fjalë për veprat e mira, të cilat janë të bazuara në dy shpalljet, pra në Kur'an dhe në Sunet. Kuptimi i hadithit nuk i përfshin veprat e këqija apo bidatet. Për shembull, dikush mund të pas niyetin e mirë po çka bën? Shton do forma të dhikrit, do kohë të caktuara, së bashku me njerëz e kështu me radhë. Atëherë i themi, niyeti yt i mirë nuk ta arsyeton këtë veprim, nga se duke kundërshtuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në rregull, Allahu na ka thonë me përmend Allahun e kështu me radhë, mirë po formën që ke zgjedhur ti atëherë është ndaluar. E dini atë rastin, domethënë që disa janë mbledh në xhami me përmend Allahun subhanahu wa taala, i në bo grupe, thoni subhanallah, i ka një subhanallah, thoni elhamdulillah, ka 100 herë. I ka po dikush prej sahabëve, do më thonë duke vepruni gjë të tillë. I ka thonë, çka një të bo, jemi duke i një të mirat. I ka bo njëni mërë ju gjënatë juja, po kupton se të mirat nuk ju hupin të Allahu. Dhe ka thonë, Abdullah ibn Mesudi me Saidi, ka thonë, sa njerëz e kanë niyetin e mirë, por nuk ja qëllojnë të saktës. E këta persona që kanë bërë bidate, pastaj çka kanë bërë? Janë bërë me xhavarixhët me të cilët ka luftu Aliu radiallahu anhu. Bidat i vogël, dhikr, bashk me xhamat, një formë caktuar, ama ku i ka çu? Për atë arsye, bidati thash e ngren përmas bidatin tjetër. Ashtu sikurse ibadeti e tërhek kanë ibadetin tjetër. Andaj çdo besimtar do të mishtojë ibadetet dhe murojt nga bidatet. Allahu na ruaj të gjithëve. Rregulla e 6. Diskutimi ndërmjet dietarëve rreth një vepre, nëse është bidat apo jo, nuk e justifikon praktikimin e saj. Disa dietar e lejojnë një vepër caktuar, disa e ndalojnë. Çka me bona? Po pe praktikojmë, jo. Në konsiderat merret argumenti më i fuqishëm. Nëse argumenti është i fortë me palën që e ndalon, atëherë nuk e veprojmë. Për shembull, me 27 muaj të Rajab, është nata e kujt? Thënë nata e Miraxhit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që e konsiderojnë si natë me vlerë, me fal namaz e kështu me radhë. Themi nuk keni argument domethënë për një gjë të tillë, kështu që ne nuk e praktikojmë. Andaj nëse dikush cakton ndonjë ditë apo ndonjë kohë apo ndonjë vend dhe jep vlera që s'e ka dhënë feja, atëherë ne duhet ta praktisim një vepër të tillë. E 7-ta, praktika dhe përhapja në mas tek njerëzit e një adhurimi nuk është justifikim se një adhurim i tillë lejohet pa pasur argument që e dëshmon një gjë të tillë. Pra, ibadetet nuk merren nga praktika e njerëzve, por nga argumentet e shariatit. Edhe mosnjohja e një ibadeti nga shumë njerëz nuk është argument se ai veprim është bidat. Po ashtu përhapja e një praktike ndërmjet njerëzve nuk është argument se ai veprim është sunet. Fudaili çka ka thonë? Ndiq rrugën e udhëzimit e nga ndjekësit e pakt mos u shqetëso. Ruaj nga rrugët e bidatit e nga ndjekësit e shumt mos u mashtro. Pra, e vërteta nuk matet
sa njerëz e pasojnë ata, mirë po matet me peshën e argumentimit. Edhe sahabët kanë qenë pak, apo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur si profet, kush i ka besu prej burrave? Ebu Bekri. Pi grave? Hatixha. Pi fëmijëve? Aliu. Pi robëve? Pi robëve kush? Bilali. Pra ka qenë pak, ka qenëërsirë, ka qenë shirk. Pasaj drita të uhidit, ka hinë çdo kun. Errësira është largu. Me pak ja ka nis, është përhap domethënë, është përhap e vërteta. Allah na bëftë edhe neve nga ata të cilët e përhapim të vërtetën. Tash për shembull, elhamdullah këtu tek ne ka vëllezër që e praktikojnë mi fal 2 recate para namazit farz të akşamit. Shko falë 2 recate para farzit të akşamit me në xhami tjetër. Çfarë thonë? Jeni të bëu bidat. E kanë fjalën për xhamatin e thjesht se na shtat xhallar të din. Pra mos njohja argumenteve nuk e bën veprimin tan bidat. Përkundrazi ti duke vepruar sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bila hadithi është, nëse zgaboj, sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib liman sha. Faluni para farzit të akşamit. Domethënë, faluni para farzit të akşamit 2 herë. Pastaj ka thonë për atë që dëshiron. Mos ta kisej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para atë që dëshiron, i shkon obligim, se ka në formën urdhërore. Andaj sot subhanallahu suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i njerohet, ndërsa bidati promovohet. Hoxha i sunetit nga shërbimi në xhami privohet, ndërsa hoxha bidatçi apo i paditur e zë vendin e tij. Po ashtu hoxha i ditur dhe i sinqert domethënë mënjanohet, ndërsa hoxha bidatçi dhe i pazoti madhrohet. Librat e sunetit ndoshta ndalohen, e librat e bidatit promovohen dhe shpërndahen. Mirë po, besimtari nuk ban mu bo pesimist. Nuk ban mu bo pesimist. Mjaftohet me pasimin e Kuranit dhe sunetit sipas kuptimit e të parëve tanë, sahabëve, tabiinëve e kështu me radhë. Rregulla e thot, ati që shton diçka në një ibadet, nuk i refuzohet krejt ibadeti, por vetëm vepra e shtuar. Vetëm në rastin kur bidati e dëmton thelbin e ibadetit, atëherë ja prish krejtësisht ibadetin. Manën men. Tani jemi duke marrë avdes. Kjo është një adhurim përmes të cilit e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Avdesi merret duke i larë gjymtyrët nga 1 herë, nga 2 herë apo nga 3 herë. Po mundemi edhe gjymtyrët, se kjo s'është lëndë e fikut, mundemi gjymtyrët mi la 1 herë, për shembull durt 1 herë, ftyrën 2 herë, gojën hundën nga 3 herë. Apo, ndërsa kur i kemi 2 gjymtyrë, nuk ban dorën me la 1 herë, dorën tjetër 2 herë. Shkon domethënë nga 2 gjymtyrë i lajmë 2 herë, 3 herë kështu me radhë. Tani nëse dikush thot apo i lan gjymtyrët e tij të avdesit nga 4 herë. Themi avdesi i tij është i sakt, mirë po ka bo bidat me atë veprën, me atë 4 të cilën e ka shtu dhe si veprim i tillë i refuzohet që e 4-ta e jo kret adhurimi. Një beduin, një malak i ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam rreth avdesit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar avdesin praktikisht. Sa mirë domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm me gojë, po e ka treguar në mënyrë praktike si me marr avdes. Edhe i ka la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith gjymtyrët e tij nga 3 herë. Dhe në fund ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu është avdesi. Kushdo që shton mbi këtë, ka bërë një veprim të keq, i ka lënë kufit dhe ka bërë zullum. Qa ka bëhë, që ka 4 herë, pishtoj. Qështu është e caktume. Qështu adhurim Allah s.w.t. që ka cek Allah në Kur'an për formën e avdesit, dhe si që ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Koha e xherimit.
është e kufizuar tek ne besimtarët. Fillon me agimin, syfyrin deri në perëndim të diellit. Hoç po tu inshallah deri në akşam, deri në jaci. Gjatë vepron kështu. Themi jo, e ke kundërshtuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kjo kohë është mes syfyrit edhe nga syfyri, jo mes, nga syfyri deri tek perëndimi i diellit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madje ka thënë la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Njerëzit vazhdojnë të jenë në hajër, në mirësi, përderisa e shpejtojnë kanë syfyrin. Bila një hadith tjetër thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është traditë e profetëve me shpejtu syfyrin, iftarin me shpejtu iftarin dhe me vënu syfyrin. Po njerëzit janë në mirësi, përderisa e shpejtojnë kanë iftarin. Edhe ditët e Ramazanit janë caktuar 29 apo 30 ditë. Tash nëse dikush agjeron, po thot po agjeroj 2 ditë përpara Ramazanit, gjithë e bën traditë kështu, themi jo, e ke kundërshtuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ka thënë Rasulullah la taqaddamu Ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn. Mos ja paraprini muajt Ramazan duke i agjeruar 1 apo 2 ditë para tij. Ka një kohë Ramazanit, dita Ramazanit agjeron edhe elhamdulillah feja jon është e lehtë. Nëse dikush i fal 5 recate, atëherë këtu dallon. Nëse dikush i fal 5 recate qëllimisht, i themi se tërësisht domethënë ibadeti yt është i prishur dhe duhet me përsërit namazin. Rregulla e 9, ibadetin e përgjithshëm të pakufizuar në fe, nuk lejohet ta kufizojmë në kohë, në vend dhe në formë apo numër të caktuar. Për shembull, Allahu dhul Xhelal apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë vlerë ditës së Arafatit, ditës së Ashurës, ditës së hënde të ajte për agjerim, apo kohë dhe vende të caktuara i ka dhënë vlerë, nuk na lejohet neve mi dhënë vlerë netëve apo ditëve të caktuara për të kryer adhurime të caktuara në këto vende, nga se pastaj bëjmë bidat. Për shembull, salavatet dërguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë ibadet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që kush çon salavat mbi ta 1 herë, Allahu çon salavat mbi të 10 herë. Dhe salavati i Allahut për robën është duke e lavdëruar, duke ia fal mëkatet e kështu me radhë. Tash nëse dikush salavatet si ibadet i cakton në numër të caktuar, në një kohë të caktuar, në njerëz të caktuar, në formë të caktuar, duke i mshu defave ku e di çka, me nizon, duke thonë të gjithë së bashku, atëherë themi ju e keni kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe keni bë bidat. Njëjtë është edhe me dhikrin apo përmendjen e Allahut. Allahu ka thonë që me përmend shumë e kështu me radhë. Mirë, po nëse ne caktojmë forma të dhikrit, mënyra kështu me radhë, sasi, numra kështu me radhë, atëherë e kemi kundërshtuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun dhul Xhelal me na fal mëkatet, me na bëj të qëndrueshëm në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në vdekje. Inshallah dhe javën tjetër do të flasim diçka rreth bidatit, rreth disa rregullave. Walhamdulillahi rabbil alamin.